Të besojmë te Perëndia ynë. Të gjithë vëllezërit dhe motrat, ose të gjithë ne, kur Perëndia na ka bërë premtime, sepse unë besoj se Perëndia na ka folur të gjithëve nëpërmjet profecisë. Dhe në profeci, Perëndia na bën premtime. Dhe jo vetëm premtime përmes profecisë, por kur lexojmë Biblën, aty shohim po ashtu se Perëndia na mëson të besojmë, na mëson të kemi besim, të besojmë në Zot. Shohim rastet, përvojat e shumë figurave biblike, në të cilat këta njerëz patën përvoja shumë të mira, të bukura, të mrekullueshme, dhe të tjerë patën përvoja shumë të trishta, ndëshkime, dhimbje. Ne lexojmë Biblën, dhe aty mësojmë se duhet të besojmë në Zot. Dhe të besosh në Zot do të thotë se, në momentin e rrezikut, në momentin e vështirësisë, në momentin e një nevoje që ju keni, ju duhet t'i drejtoheni Perëndisë dhe të besoni se Perëndia do t'ju ndihmojë, se Perëndia do t'u zgjidh problemin, se Perëndia do t'ju ruaj apo do t'ju mbrojë në udhëtimin që do bëni apo nga një aksident. Të besoni se Perëndia do t'ju ndihmojë. Nëse një person ka një sëmundje të rëndë dhe është në prag të vdekjes, ju besoni dhe thoni: Perëndia ka bërë premtime. Unë besoj në premtimet e Perëndisë. Prandaj, besoj se Perëndia do të shërojë këtë pjesëtar të familjes sime, që është i sëmur, që është në gjendje të rëndë. Pra, unë kam besim te Perëndia. Kur vjen një rrezik, apo çfarëdo gjëje tjetër në jetë, le të mos shqetësohemi apo dëshpërohemi. Sepse ka njerëz që shqetësohen, dëshpërohen, madje edhe çmenden nga ankthi. Sepse ndihen vetëm dhe të braktisur në jetë. Harrojnë se Perëndia është aty, harrojnë se Perëndia u ka folur, se u ka bërë premtime, harrojnë se Perëndia ekziston. Prandaj, ndihen dhe mendojnë se janë vetëm dhe të pashpresë. Ky quhet mosbesim. Prandaj ka një psalm që thotë se ai që beson në Zot krahasohet me një mal, dhe mali nuk lëviz. Malin e godasin erërat, shirat, breshëri, bora, apo çfarëdo gjëje tjetër, dhe mali nuk lëkundet. Ai qëndron i patundur. Bibla thotë se me këtë krahasohet një burr apo një grua, bijët e Perëndisë, që besojnë në Zot. Dhe kur vjen rreziku, apo një aksident, apo një sëmundje, apo çfarëdo qoftë, besimi të jetë si një mal që nuk lëkundet, që nuk lëviz, që qëndron aty për jetë. Kjo është ajo që Perëndia do nga ne. Kur ne besojmë në këtë mënyrë, besojmë se Perëndia do të na ndihmojë, Perëndia do të dëgjojë lutjen tonë. Unë do të lutem dhe ai do të më dëgjojë, ai do të më jap atë që i kërkoj. Ai do të më çlirojë, ruaj, do të më mbrojë, shëroj, ai do të më ngrejë lart. Atëherë, aty Zoti do të thotë: ti je si një mal, që nuk lëviz, që qëndron aty i patundur. Kjo më pëlqen. Këtë po ashtu mund ta quajmë besim, siguri. Sepse besimi është të presim në kohën e Perëndisë, të presësh diçka që akoma nuk është plotësuar. Por është diçka që Perëndia na ka premtuar dhe që akoma nuk është plotësuar, por unë e pres sepse e di që do të plotësohet. Ky është besimi. Por besimi është në momentin kur ne vuajmë për shkak të një problemi, një mundimi. Dhe ne besojmë në Zot, i lutemi Perëndisë dhe besojmë se Perëndia na dëgjon. Por ka njerëz që fillojnë të qajnë, të bërtasin, dhe të dëshpërohen. Shkojnë kërkojnë familjarët, fqinjet, për të parë se kush mund t'u zgjidh problemin, se kush mund t'i inkurajojë. Dhe harrojnë në një moment se Perëndia u kishte bërë premtime. Se Perëndia u kishte thënë: ki besim, mu drejto mua, më kërko në momentin kur ke nevojë, më kërko në momentin e mundimeve, sepse unë do të të dëgjoj, këtë thotë Zoti. Kjo është ajo që duhet të bëjmë, vëllezër dhe motra. Kjo është ajo që duhet të mësojmë dhe të bëjmë. Që në këtë mënyrë Perëndia ynë të jetë po ashtu i kënaqur me ne, dhe të jetë i mëshirshëm ndaj ankesës sonë, ndaj thirrjes sonë, ndaj lutjes sonë.